E ka po gjuhë Shqipe. Shtet me 60.000 kilometra. E ka po gjuhë Shqipe. E ka po gjuhë Shqipe. Jo, e ka po gjuhë Shqipe. Shiko, nuk i dini hiç këto sa, ju një lula. Dhe është lumturu në fund me një shtet 20 thuaj 28.000 se di jashtë 28.000 Po të pak të diçka kanë nxjerrë me gjitha Kosova dhe vizët tjera jashtë shtetit shqiptar, një shekull e kanë vujt terrorin e masakat e Serbisë për shkak për këtë të rilindasve. E ju tash ka dëni për rilindasve. E para punë nëzmon, rilindasve e kanë themelu gjuhën Shqipe. E kanë themelu... Po gjuha Shqipe që 4.000 vjetë ekziston o kolegë. E kanë unifikuar, e kanë zyrtarizuar. Jo, e bejër e kanë unifikuar. Kongresi Manastirit e ka unifikuar alfabetin. Po ti pe ju të lënë pe ndërët sa. Po shijet që ti veç po zblën, po mëna me folë diçka. Pikë spore dëmon, one nuk menoj që Fanolin me citu është fatalitet. O menoj që Fanolin... Po Fanolin komunist, javë shumë e FBI. Javë shumë që shpioni kokë, bëhet 2 herë për FBI. A ka nejtë mërë diri, ka vdik nga shëbo, a ka nejtë shëbo dirë sa vdik. Shiko kolegë, A ka nejtë as ka nejtë. Fanolin është javë shumë për FBI 2 herë në Amerikë si shpion sovjetik. Goj, për një dhe një. Deklarata që po e bën Armatoshi është e fuqishme. Jo, ka dole. Për banen e nëse jam juhtari i madhi debatit historik. Shpioni të Fanoli thot ka qenë dyeri arrestuar. Amerikë për FBI. Si shpioni Qysh me ka e tu në Edhe apo se shqiptar që ka Peshko pikuq që i thoi Fanolit, për shembull. A më kërkush nuk ja përmend edhe të arriturat kombëtare. Lexoj librin e Ilir Ekonomit, e shem me datë, me dokument kër është arrestu në ori për FBI. Edhe po çka u dyshu, ka pe lexoje. Edhe çka ka ndodhur me to tani? Çka ka ndodhur me to? Po ngani më se nuk të nëli kush Ka vjunon. jetu domon në... Na kemi bo projekt Kosovën shtet, o kolegë. E çka po thu ti domon... Gjenerata Arshim Hoxhit, e Ramush Haradis, edhe e Jamja, edhe Juvja. Pikon e në frymzu. Edhe ju duhet me kohë të lumtur. Pikon është frymzu. Pikon është frymzu, Hashim Thaçi me bë Kosovë. Prej popujve që kanë luftu, prej popujve deri dash. Ka studiu Ibrahim Rugova. Mbi kohë është. Çka ka studiu Ibrahim Rugova? Po çato që ka studiu. Pjetër Bogdan. Ka drejtim Ka kontore jetë ka përmanë që në kontes kresish gabum. Pjetër Bogdanin e ka studiu Rugova mesjetar, pe mesjetet. Edhe çka? Sa pjesë e rilindjes ajo. Çish më rësosht? Not të mirë. Në rregull. Unë se batoj me